Se është bidat dhe risi. Në të regoni, sahabët kanë qenë kejt djetarë, jo. Kanë qenë djetarë, ka pas dhe njerëz jo djetarë. Të paditurin kohën e sahabëve shokët për nga merit Allah. Dhe të regoni vetëm një fakt, që i thanë ti që e pit Omerin, po gabon, po shkon për pyt Aliun. Ti Omerist ti, pik, s'gudzon me dal për Omerin. Ti që e ke mor me dhebin e Abdullah Mesud, ti e Mesudist, për këtë arsye s'lejohet ti e me dal për këti me dhebin. Ti që e ke në pitën Ebu Bekrit, ti e me dhebin Ebu Bekrit s'lejohet me shku me pit Othmanin. Ti që e ke pit Othmanin, s'lejohet me i pyt vetëm ata që cilët janë radhit në radhat e Osmanit. Ai që e ka pit Muadhin, gjithashtu, a ka diçka të tillë? Keni ndëgju se ka pas vdekjes së sahabëve Omerista, Osmanista? A keni ndëgju? Keni ndëgju diçka të tillë? Jo, ka risi. E nëse njoni prej neve, që i ka thonë Ibn Abdul Berri në librin e tij Jamil Ulum, ka thonë Ibn Abdul Berri nëse i pyet ata, pse ti po e ngjek, po e miton në vetëm filonin? Ti kur ke nevojë për ndërtim, është pa qëtër vetëm që një inxinjer me pyt? E nëse të prishet në dardhmen, jo, thët, pyt atë inxinjerin e parë, s'lejo. Kjo i ven njësoj. Ne nuk i jemi që nuk duam të përfitojmë nga dituria tinë. Apo si në akuzoj se ju zoti si konsideroni si çmoni dietarë. Të qomi të ardhmen se ju sa i çmoni. Dhe ju sa i ndëgjoni dhe i respektoni. Për ata vëllezër të ndershëm, ne nuk kemi problem me dietarët, kemi problem me ignorantët të ashtu qurtët të vetë shpallur dietarë. Kemi problem me fanatikët, të cilët pretendojnë se e mbrojnë të vërtetën, a faktikisht janë në kundërshtim me parimet e dinit të Allahut. Janë kundërshtim me parimet e dinit të Allahut. Para ta, ne i themi se medhebizmi është risi në fejnë Allahut.